Cilat janë sfidat sot që përballen shqiptarët në Britani, Adelin? Reintegrimi mbetet për shumë gjenerata, sidomos për ata që kanë ardhur më herët, sikur puna e gjeneratës tanë. Po. Shumë shpesh mendoj që frika nga asimilimi na ka marrë mbrapa neve si gjeneratë. Ka grupe të mëdha njerëzish, familje të tona, të cilat vazhdojnë me jetu të lidhur direkt vetëm me Kosovën, pa i dhënë vetes hapësinë edhe vend muri integru edhe atje. Për shembull, lajmet në televizionin shqip përcjellen, votohet në Kosovë, ka raste kur nuk votohet në Britani, ka raste kur lajmet kryesore në Britani nuk dihen. Unë mendoj që ky ka met një grup i vogël, sepse gjeneratat e reja kanë ndryshuar shumë, por një dozë frikës tanë mbetet aty, që për me mujt me i dash të dy vendet, na duhet me qenë atje komplet integruar, gjithmonë me dashni edhe vend special për Kosovën në zemër. Për shembull me qenë një lagje e vogël, kresh shqiptar, komuniteti. Se jo, sa është rujt gjuha, Adelin? Gjuha është rujt shumë, është një prej tipareve kryesore të identitetit tonë, edhe tashme i pa gjyshet, të cilat dalin me nipa me mbesa. Përveç fëmijëve tyre që kanë lindë në Britani, tash edhe po lind gjenerata tjetër. Me pa një fëmijë, një vajzë, një djalë 3 që është mjek e ka lindë në Britani e sot flet shqip kur ta shef emrin, por edhe me pa një fëmijë, një foshnjë në një karrocë që po e shtyn gjyshja derisa ajo po këndon diçka shqip, po këndon qingj i vogël. Domethënë gjuha përruhet shumë edhe duhet